Mendoni ju se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të hyjnë në mënyrë direkte në këtë konflikt dhe si shikoni stacionimin e 10 avionëve luftarak bombarduesve dhe 3 anijeve në Mesdhen dhe në gjerin Persik nga ana e Trumpit? Po Trumpi ka pas një deklaratë, do thotë, të përmbramshme kur më thot drejtën Wall Street Journal dhe Bloomberg kanë paralajmëruar që goditja do të jetë atë natë, më njëhershme. Amerikanët dhe Trump personalisht ka hezitim, ndoshta në një pozitë jo të lehtë, nga se presionet e lobeve të ndryshme ose atyre më të fuqishme ndikojnë shumë në marrjen e vendimit të Trumpit. Më duket që 3 pikat të strategjisë së tij, të cilat i ka marrë me këshilltarët e sigurisë dhe të inteligjencës amerikane dhe me generalët e Pentagonit, të ushtrisë amerikane, kanë ardhur në përfundim që do thotë sulmi është i pavitueshëm. Pika e parë, pika e dytë, mendojnë që do mos përfshihen në një luftë të gjatë në linjat e mesme. Dhe pika e tretë, ata dojnë të bëjnë shkatrimin e programit bërtamor të Iranit. Do thotë janë 3 pikat e strategjisë të cilat brenda kornizës 14 ditore ose 2 javore mund të kemi sulmin amerikan. Thonë drejtën, amerikanët kanë qenë dje, sot dhe nesër mburoja e Izraelit. Mund të them në aspektin asaj që disponon ushtarakisht Izraeli, komplet është edhe sistemi mbrojtjes kundërajrore, mund të them sa ardhi i fundit, i cili është jashtëzakonisht efikas, është do thotë prodhim amerikan. Meqense mendoj që harrovi por edhe kupolla e Qelikt, meqense kupolla e Qelikt është ka do thotë aktivitetin e vet dikon 16 kilometra të narësisë, është domeni të shkurtë, sidomos ka qenë projektuar për neutralizimin e raketave të Hamasit, Al-Qasamit, por sistemi tjetër i cili, mund të them, sistemi David, pastaj Patriot amerikan dhe harrovi Treshi, nuk kanë treguar, mund të them, ndoshta atë përsinë e mbrojtjes, por mendoj që tërë kapaciteti i aviacionit, se thonë drejtën, Izraeli goditjen me aviacion në Iran, neutralizimin e ka bërë, do thotë, me 200 aeroplan F-35, 15 dhe 16, të cilët në ajër o dashur që të mbushin dhe karburant dhe do shfrytzuar edhe hapësira ajrore Sirisë, Irakut, e Jordanit, dhe goditjet të cilat janë bërë dhe supermacionin e aviacion, kryesisht është teknologjisë komplet amerikane, plus duke shtuar këtu edhe informacionet përmes satelitëve dhe ato të inteligjencës, informacionet të inteligjencës që janë të rëndësishme për Izraelin e këtë rast. Irani ka treguar tjetër element, superioritetin raketor, balistik dhe hipersonik, dhe kjo po shihet që tash kemi me një shtet që i cili ka një goditje përmes aviacionit dhe sistemit të tyre të avionëve luftarak, dhe asaj që po duket se është e pandalshme çështja, sidomos e armëve hipersonike Fatah 1 dhe Fatah 2. Pa harruar edhe Khabar 4-shin, që është jashtëzakonisht e tmerrshme, më them drejtën. Dhe kjo është e tëra që kapacitetet e dy forcave janë matur, mund të them, në këto 2 komponenta. Amerikanët mund të them do jenë ata që po që se goditjen e Iranit do të jetë goditje shumë e vëllëmshme, dhe sepse nuk matet forca e Iranit me të shëbave, dihet nuk është ndonjë zbulim i madh kur del fituesi. Do thotë për njerëz normal që njohin kapacitetet amerikane të një superfuqie botërore, është e dishme. GBU-ja e 57 që bomba e cila dikon 13.600 kilogram, para mendoj është diçka, do thotë, që brin deri në 60 metër në thellësi në bunkerat nëntoksor, dhe atu pastaj eksplodon. Dhe krijon, do thotë, atë mund të them atë shkatrimin që mund të bëhet secilit bunker nëntoksor. Dhe në Diego Garcia në ujëdhesën e Oqeanit Indian, një bazë amerikane,
nga këtu bombarduesit amerikan, sidomos ai që është më thëmë teknologjia fundit me të cilën bombarduesve, më thëmë të amerikanëve, B-2-shit. B-52 është sistem më i vjetër, por me B-2-shin hedhja e Gebus 57 që do t'jetë shkatërruese, që ka rreziqe që ta në Fordo, po që se goditë, që konsiderohet që këtu zhvillohet programi nuklear i Iranit, me që se mund të ka edhe spekulime, sepse edhe Saddam Husseini këtë formë Iraku është goditur, pastaj ma vonë dalën dhonat që programi për shkatrimin armëve në mas nuk ka qenë real, që u pranu pastaj edhe prej vetë amerikanëve. Do thotë është pikpyetje që nuk duhet të spekuloj, është duke zhvilluar këtu programi nuklear i bombës bërthamore, por ky impant apo ky central bërthamor është në sytë e goditjes që të bëhet, edhe pse në malet Zogros, më fali, është do thotë një tjetër central i cili në 4400 metra lartësi mbijetare dhe këto varmale paraqesin në veri perëndim të Iranit kushti popullat kurte e banuar ekskluziv. Dhe këto varmale paraqesin, mund të them, atë arsenalin që mund ta ketë Irani. Por goditja aty dhe aeroplan bajzëve të anijeve amerikane që u kanë afruar, do thotë pjesës mes detit arabik dhe oqeanit indian, janë të cilat, të them, Diego Garcia ka 3900 kilometra nga pika e jugore e Iranit, sepse Irani mendon që në ta godas Diego Garcia, po lartësia nuk ka perimetër dhe domet të tillë të cila mund të arrijnë Diego Garcia. Prandaj në këtë pikë mendoj që pastaj kemi atë trupat amerikane afër 50.000, 45.000, 50.000 trupa që nga Kuwait, Iraku, Kuwait edhe pjesë tjera të Bahrajnit, Katarit, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabi Saudite dhe Sultanatit të Omanit. Kjo pjesë është mbushur, mund të them, me pika amerikane të cilat do të goditen. Sigurisht është territor shumë i afër dhe Irani besohet që ka kapacitetet e tilla. Edhe pse janë shpërnda, një bazë duket ajrore në Katar është tërhequr, e kam fjalën teknologjia tyre, aviacioni tyre, avionët, dhe mund të kem ngushtica e Hormuzit, do jetë pastaj ajo problematika që çmimet në naftë do të kapërcejnë, do thotë në shifrat e larta, sepse ekonomia botërore mund të psojë, sepse transporti dhe importet e tërë botës, po të thënë, lëvizin nga kjo ngushticë ose kanali i Hormuzit dikon mes 25-35%. Dhe mund të kemë një skenar të njëjtë të vitit 1973, kur ka qenë lufta Yom Kipurit, apo lufta Ramazanit, ka koinciduar në muajin Ramazan, kur Izraeli është përgatitur të japet një goditje nga Egjipti, Siria, Jordania dhe Iraku, mirë po Izraeli para se ata të mendojnë ta godasin, ky ka pri parë dhe i ka goditur. Dhe në këtë rast Arabia Saudite ka vënë sanksionet ndaj perëndimit, dhe ka qenë ajo kriza që njihen që ata tipo si po unë edhe kom qenë fëmin atë kohë, do thotë 4 vjeçare, sa i bie. Dhe mendoj që këtë situatë të sotshme a ka mundësi brenda këtij dy javori të ketë kontakte me Putin, Erdogan, Trump, Xi Jinping, do thotë janë 4 faktorë. Do shohemi, ka shpresa, sepse jam i bindur që ka edhe në kohë lufte ka shkëmbime të informacioneve, mes shkëmbime, sot e ke në Zhenevë takimin që bëhet për programin bërthamor me disa shtete evropiane, Francë, Gjermani, Angli, Itali, me sa duket, dhe përfaqësuesit iranian, me siguri ambasadorit iranian e Zvicër në Zhenevë ka bisedime të tilla, por mendoj që janë të kota pa dhonizë amerikanët, pa arritjen e marrëveshje me amerikanët është ndoshta mund të kenë edhe amerikanët do një kanal diplomatik përmes ambasadës iraniane ose një të tretë që bën komunikim në këtë ndërlidhje për të arritur një qetësim të paqes e cila duket se është e zbeth, po jo pamundshme. Do ishte mirë
sepse është vërtetuar që po që se fonda goditet, mund të kemë një Çernobil të dytë. Një Çernobil të dytë, i cili mund të ketë rrezatimi i tij mund të prek ndoshta edhe te ne. Por në këtë drejtim sot ta liderë botërorë, të cilët mund të them kanë ndikimin e tyre dhe kanë mundësinë që të evitohet. Mendoni se do ketë një tym të varur nga ky takim në Gjenevë? E para, po që se ka sinjale që amerikanët mund të